a ka qenë shteti, do më thonë qeveria që është ndërtu Ferizoj deri në këtë mos? Unë kisha thonë as shteti, as bën stilin më shumë sa që është sektori privat. Normal, gjithmonë e ka rrjedhën tek bën stilin, se janë punësu me mira e mira njerëz bën stil, edhe tyra, do të thonë mujore në Ferizaj kanë qenë afër 20 milionë euro, edhe që rroga që kanë hi prej bën stilit, prej punës më mas luftës. Edhe gjithë ta njerëz cilët kanë punuar bën stil kanë shku tash në Middle East apo në lindjen e mesme në baza ushtarake amerikane që kanë qenë në Irak, në Afganistan, aty rroga ka qenë afër 10.000 euro për secilin. Do të thonë porët nuk pinolën Ferizoj, tani. Nuk pinolën, do të kur janë kthy prap, e kanë marrë një lloj dam shpërblimi për PTSD, thonë atje që thjesht kanë nga diku shumë në ekonominë e vendit. Atëre gone problem për nesrit nam Ferizaj. Me pasaportë në Ferizaj. Jo, unë në Ferizaj, ma mishte në Afganistan, milë. Se të më thonë, shkon në Ferizaj, jesi në Afganistan si ku dush. Ka një farë shoki kontabilistisht, është në Kanadë, po ajo marrë me ketë këto gastronominë e Ferizajt, e më tha, a ti ta mendosh so kafi që e në Ferizaj? Po shëti, ja dhash një farë numrit pa lidhje, tha jo, tha janë 860 kafi që në Ferizaj janë. Ferizaj! S'ko fajlobi që do t'jasha Ferizaj. S'ko fajlobi jasha Ferizaj. Komplet me ndërtesa me gjithë shka të, që ndërtesa, gjdo ndërtesa që më ndërtojt i ka, po still 860 është. Vesh Nameti me na tregu, po mos t'ishe këngëtar, qka do ishe? Se di që do ishe, ndoshta, kom pas qef, unë realisht shkollën e mesme të mjekësisë e kam krymë, unë realisht sot moj me e qenë një ordinancë me punu si laborant, sepse kam 4 vjetë shkryra për... Me nejma bozin bashkë me qenë. Zë nisu me kënua të dhalë një kësia. Po, të dhalë një kësia. Jo, kish me qenë mirë se e po një smutin disponu më harron që ke fut në kësin harron ke. Ja rritëm disponimin, ma se jep shpyrë që aty. Po, se di, nështë ta e kisha punu profesionin tanë se realisht 4 vite të shkollës laborantit, janë 4 vite fakultet që unë, se të qëto 4 vite janë zanati cili për analizat biokimike dhe analizat e hemogramin këtë rast. Nështë e kisha punu ato, po nuk di, në kom pas qëtë gjithmonë... Qepse i ko kongë, qepse i ko kja po analizën kongë, me hemogram me kitu ja po dhe ta kjetë. Ja, po e da që në atë kohë, në më imen, u kanë situata e keqe dhe s'u nasha Prishtinë me studiusi s'u që e ki bëbajnë për shkak se ka pas post-bloqe në Lipjan, të ushtrisë sërbe. U kanë probleme me artin Prishtinë me studiu në atë kohë shkollën e mesme për flasë, jo fakultetin, se unë e di Valton Beqirin batë fëtu atër edhe në kohë Fari Beqirin atë kohë, hajde me studiu muzikën, po mundësit nuk kanë qenë për shkak të situatës politike që kemi pas, pra ndaj u dash me shku në mjekësiu, në jo që e kom dasht edhe shumë mjekësiu. Interesant se derisa bën analiza, ky mundet me hi dhe si analist, me ne debat Po që tash mas në formë janë... Po analista, do më thonë, tash je analist, apo vjen analist në emisionin tu? Analist për muzikë, për politikë, se di. E kanë degradu.